friends, welcome back and happy Tuesday. Today it's 1st April, happy April, and we started a vlog in April, and this is first video in April. It's a Easter home tour 2025. Që që pa humbur ku po vazhdojmë e të shohim se si kemi rregullu edhe për këtë vit Easter 2025. Today it's so cloudy, 1st April. It's raining, cold. Oh my god. It's not good. Oh. Ja ku po fillojmë t'ju tregojmë, por së pari shiko është jashtë shumë vranët edhe po i ndizim dritat për t'ju treguar. Kështu të shiko për Easter 2025 është kështu. Ja ku e kemi bërë këtu, një leper, bunny, kështu me 3 flower këtu, flower edhe flower që shtët, edhe ne kom vendos një butterfly këtu, edhe kështu që ja ku është Easter këtu, ja ku është Easter bunny. Shiko se sa bukur dhe fantastike po të kënë të televizori, edhe këtu kemi same, shiko Easter, këtu bunny, këtu e kemi edhe një bird, shiko sa bukur, edhe kemi another butterfly këtu, shiko se sa bukur, kështu është televizori kështu, edhe qështët po duket. Ja po është këtu, nuk kemi ndryshu shumë, që ta nuk e kemi ndryshu, e kemi lënë qysh është e njëjtë, edhe që ata e kemi lënë, por këtu tek tavolina kafës kemi vendosur këtu me të katërt, edhe që ta e kemi vendosur një me të katërt, çështë dhe e kemi ndhes qiriun brenda, edhe këtu kemi flower, shiko si flower si atje që i patëm ka 3 copa, edhe këtu i kemi, kështu që fantastike. Bukur po duket. Ja ku i kemi edhe këtu që shtu i kemi lënë same edhe si ku ishte për spring, tani edhe për Easter, për shkak se është edhe këtu bunny, edhe janë flower, edhe kështu që një kështu fantastike me flower edhe me bunny. Ja këtu në kuzhinë tani tek tavolina e bukës, unë e kom pru që të bunny tani këtu për Easter, për spring ka qenë një pool, kurse për Easter është tani këtu një bunny gjelbër, për shkak se edhe lulet janë kështu të bukura si dhe këtu i kom marrë me lemon decor dhe me gjelbër, shiko se sa e bukur, sa fantastike, është shumë e mirë. Edhe ja me disa flower, edhe kështu që greeny porin bukur, mirë që shtot porin, fantastike. Ja ku i kemi edhe majmak, të se nuk i përdori këtu shumë, është e gjelbërt, edhe kjo me bunny këtu, good morning bunny, edhe ja ku janë. Ja ku jemi tani në dhomën e prindërve të mi, të cilën unë e këtë banner me lule, e kam luan këtu për si spring edhe Easter tani edhe për summer. Do ta lu kështu, si dhe ja ku është një mbëlesë e bukur, e mirë, fantastike, të cilën është kolori taman tani për spring edhe për Easter kështu. Ja ku jemi tani në korridor këtu, po thuaj se nuk ka asgjë për Easter, por për spring mundet me qenë se këtu pijata të cilat i kam vendos këtu shumë bukur i këtu, qështu është kjo këtu, qështu i kam vendos këtu të katërtat, dhe këto do ta lu edhe për summer qështu, nuk do ta ndryshoj, ja ku është ajo atje kështu, edhe ja ku është kjo pjata të dhe bukur. Ja ku është këtu tani, kështu, ja ku një bunny bukur edhe që to greeny që të cilat janë mbet.
Ja, përsëri jemi në korridor, ja ku e kemi edhe një bani këtu tani të cilën e kemi vendosur një vend të ri për me vendosur dekor, si dhe ja ku është një another bani këtu, të cilën është te hyrja e derës, këtu bukur shumë e kam vendosur edhe këtu, por si vjet nuk kam asgjë këtu, nuk gjojsha një bani tjetër për me vendosur këtu, të duhet një bani tjetër, nuk ka asgjë, janë vetëm këtu dyja këtu. Ja ku jemi tani në banjë dhe ja ku e kam vendosur një bani i vogël i mirë, të cilën po tamam me kolloret e këto, kurse këto nuk kam ndryshu asgjë, vetëm kom lënë qëta që është greeni, përsëri qëta që është greeni, shiko se sa bukur mirë, si dhe ja ku është edhe qikja qëto, të cilën është me fleta dhe bukur shumë. Por in këtu, ja ku është edhe qëta që është të kom lënën përsëri e kam këthy këtu si për spring, si dhe kemi ndryshuar qëtu e kemi vë si me pink shtut edhe me si për kolore tamam tani pranveror. Ja ku jemi tani këtu në dhomën time edhe ja ku është që kjo kurora që tu nuk kam vendosur asgjë, as këtu nuk kam pas diçka për që kam vendosur, nuk pe di, du të gjejmë diçka, që tu kam vendosur, që tu lule që tu, dhe që tu dusha me vendosur dësa lule të tjera, por po e largoj, që tu janë që tu, edhe nuk ka asgjë tjetër që tu, as këtu nuk kam vendosur asgjë. Ja ku jemi këtu tani tek dhoma ime, edhe ja ku është që kjo si me three bunny këtu, shiko se sa të bukur janë, është që kjo bunny që është një egg, një another bunny me karotën e ti, edhe new bunny këtu, të cilën shiko se sa bukur fantastike, dhe se sa mirë po duken kështu, dhe ja ku janë këtu. Ja ku ka edhe këtu change të cilën kemi bërë, është kjo këtu, e kemi vendosur qëta të bardhën këtu, e kemi vendosur këtë pulën që cilën ishte atje, kemi ndryshu këta me të kartër, ja ku është një egg dhe ja ku është një tree egg, kështu mini tree egg, si ka se sa të bukura janë kështu egg, fantastike vë duken. Shumë mirë, edhe këndi, e kemi dhe i kom vendosën vetëm me qështu të sa kolore dhe një të bardhë kështut, dhe ja ku janë. Ja ku është këtu i another bunny, të cilën porin këtu, dhe ja ku është mbulesa e jastëkut, të cilët është ndruar sot today me të parin, dhe tash po vazhdojmë për atë pjesën atje. Ja ku po vazhdojmë këtu me këtë altarin e diellit dhe të hënës dhe po vazhdojmë për Easter dhe spring ose Easter më mirë. Shiko se si është këtu me këtë bani me 2 egg janë edhe këto janë kështu të cilët do t'i lo, pastaj kur t'i largoj këto dyja këto edhe vendosi diçka tjetër këtu. Shiko se sa bukur është flower atje. Kështu të bukur dhe mua po më pëlqen se si është bërë kjo pjesa këtu kështu. Ja ku jemi këtu me këtë pjesën tjetër tani dhe ku është tamam për Easter, ja ku janë pjatat si egg, janë 2 bunny dhe janë si flower, qështu të cilët kemi vendosur ngrini këtu, shiko se sa bukur, mirë, ja ku është ky bunny këtu, me karotën e ti, ja ku është edhe ky bani me egg këtu, shiko se sa bukur, edhe ja ku janë egg të cilët këtu bukur me, shiko se sa fantastike, duket kështu dhe është e bukur, fantastike kjo pjesa. Ja ku e kemi edhe pjesën tjetër të cilën po ju tregoj, shiko kemi flower, kemi egg, ky bani këtu, shiko kështu, shiko sa bukur, këto i kam vendos, kemi edhe në dhe shumë bukur, fantastike, po më pëlqen, me këtu 2 këtu, që shtu të kemi bërë, me flower kemi vendos, dhe ja ku është edhe kjo këtu, me këtë këtu, dhe 2 golden egg, dhe bukur fantastike që po më pëlqen që to se porin shumë mirë.
Ja ku e kemi pjesën e altarit këtë të cilën e kemi dekoru edhe këto. Shikoj kemi qështët, ja ku është kjo një ikë fantastike e bukur, shumë e mirë, me këmbë, me flower, me është si ceramiksi, shumë e bukur, shumë fantastike. Kemi vendos këtu, e kemi shtagën, gjelbër, djelin, ja ku e kemi vendos qëto qështu bukur, forin fantastike, shumë mirë, edhe kemi vendosur qirin këtu brenda, të cilën po digjet edhe ja ku është fantastike bukur, ja ku është altari jonë këtu, ja ku është një another bunny, një egë tjetër shumë interesante, shiko se sa e bukur është, sa fantastike, dhe unë dua t'ju tregoj pamjen e këtij kështet, ndoshta ma bukur, shiko, shumë ik interesant është, dhe mua po më pëlqen shumë dhe kam vendosur këtu tek altari im qështët këtu, edhe ja ku është Harry Potter që atje, edhe kështët. Ja ku është tash kjo pjesa tjetër këtu poshtë, një another altar, ja ku është këtu një egë bukur e mirë, me vite, kështët, shiko këtu, dhe ja ku është Easter, sa bukur duket. Dhe unë po dua të blej edhe me bani tjera këtu për mi pas kështët, dhe shiko, another egg këtu, shiko se sa bukur, fantastike këtu e kom vendos, qëta e kom marrë new me star, edhe është atje me qështu të qështët, që kjo këtu, ja ku është edhe një another egg këtu, kështu, dhe ja ku është edhe këtu një another egg fantastike bukur, edhe ja ku këtu 4 egg edhe një Easter, me karotën e tij, si ka se shumë e bukur, edhe një lule atë. Okej, ja ku jemi këtu poshtë tani, të cilën është another këtu, shiko me fleturën e vjetër, që kjo orange egg me këtu farë, dhe shiko këtu se si kam bërë një shport, të tregoj qështu, me egg të kuqe, edhe egg kështu, edhe shiko se sa bukur, taman, Easter dekor, kështu, edhe mas një qëtu e kom po një Easter, një këtu egg, edhe ja ku është bukur interesant. Ja ku është kjo poshtë këtu tani, ja ku është një egg e vogël, me kolore të ndryshme fantastike, se në e kom lënë qëtu, ja ku është kjo këtu interesant, edhe kjo ka këtu disa egg, shumë bukur, edhe ka qëta është fantastike, shika, me ka një egg e ka dhe kjo këtu, është ndër, dhe fan bukur po duket kështu, edhe këtu e kemi normale këtu. Ja ku përshkojmë qëtu që tashte, të cilën ka pas shumë egg, por i kam shpëndar, shika është kjo këtu, qështët, ja ku janë qëto egg kështët, të natë me flower, bunny, edhe ja ku ka bunny të tjera egg të bukura, fantastike, të cilat i kam vendosur, dhe ka shumë të ndryshme. Të shiko se sa të bukura janë, sa të mira, ka shumë kështu të cilat ja kemi vendos banit qëto, dhe shiko se sa fantastike, bukur. Okej, vazhdojmë. Qëtu nuk kam asgjë, por qëtu e kam vendosur një qështët qirin, shiko, se sa bukur, sa fantastike, të mira dhe e kom bo qështët me qirin. Ja ku është një another bunny këtu, edhe qështët, kom vendosur të, dhe këtu është altari, nuk asgjë, qëtu janë flower, edhe ja ku është. Ja ku e kemi edhe qëtu, një another altar këtu.
Okej, kam bë pak shopping edhe I have extra decor for this year for Easter edhe që e mura që të për këtu edhe po du të me largu edhe po du me plotsu vendin këtu për another year me pasën që shiko se sa bukur shiko se sa bukur këtu bani rin këtu bani dhe shumë bukur, shumë fantastike mirë këtu and I have another one për bird e kom ble një bird edhe të shojmë të qesim atje të shiko ku ishte kjo këtu edhe ja ku e mura edhe një tjetër kështu edhe po du me vendos tani këtu dhe qështu të më nalt me ndreqën okej, unë du me ndreq okej, ja ku e regullova tani dhe ja ku është edhe another bird knena këtë on kështët dhe ja ku bën tani one edhe two edhe bukur po do këtë edhe ja ku është ja pra ku është edhe kjo e tëra këtu sa i përket edhe për këtë vit sa kemi dekoruar dhe si kemi mundu të dekorojmë për këtë vit 2025 Easter Home Tour gjithë që pëlqeni videot e mia bëni like dhe bëni subscribe për impatu që ta videot e mia në kanalin tim në Lifestyle Channel bye bye and see you next video in April tani